Administrata Federale e Aviacionit njoftoi kompanitë ajrore amerikane se u ndalohet të fluturojnë për në aeroportin e Tel Avivit të Izraelit për 24 orë për shkak të shpërtimit të një rakete të Hamasit pranë këtij aeroporti. Shtetet e Bashkuara thonë se do të paraqesin të dhëna nga komuniteti amerikan i zbulimit lidhur me faktet që ato dinë deri tani për avionin malezian të rrëzuar në Ukrainë. Presidenti Barack Obama ka dërguar 2 këshilltarë të lartë në Gjermani në përpjekje për të zbutur tensionet pas akuzave të reja të Gjermanisë ndaj Shteteve të Bashkuara për spionazh. Biblioteka e Kongresit Amerikan do të nderojë këngëtarin dhe kompozitorin Billy Joel me çmimin e saj Gershwin për këngët më të përhapura. Billy Joel është një ndër 6 artistët me shitjet më të mëdha të gjitha kohërave.